Dhe tani është momenti të prezantoj jurinë tonë të nderuar, e cila përbëhet nga personalitetet të shquara të artit operistik shqiptar dhe botror. Na nderojnë me pjesëmarrjen e tyre në jurinë tonë, Kim von Binzer, vjen nga Danimarka. Ka një karrierë tepër të suksesshme si solist me role kryesore në opera gjermane dhe të autorëve italian. Ka qenë drejtori i operës mbretërore daneze, sot është drejtor i përgjithshëm i Akademisë së Operës Mbretërore Daneze. Jose Antonio Aman. Drejtor dhe president i konkursit të njohur ndërkombëtar të Bilbaos në fillim të karrierës së tij, ai debuton si një tenor i suksesshëm, më pas vazhdon të ideojë krijimin e operës dhe orkestrës simfonike të Bilbaos në Spanjë. Është anëtar jurie permanent në festivalet kryesore ndërkombëtare zhvilluar në gjithë botën. Rita Kosën. Pianiste dhe kompozitore. Ajo ka një karrierë të suksesshme si pianiste, por veçanërisht si krijuese e muzikës vokale kontemporane. Rita Kosën është vlerësuar me shumë çmime për krijimtarinë e saj instrumentale dhe simfonike. Më 1988 në Teatrin Champs-Élysées ajo shfaq me sukses veprën e saj Louise Labe, ku interpreton dhe sopranoja jon Inva Mula. Dominique Meillet. Një nga drejtuesit më të suksesshëm të teatrove në Spanjë, që nga viti 1999, Dominique Meillet është drejtor i përgjithshëm dhe artistik i Teatrit Champs-Élysées. Vite më parë, ai ka qenë drejtor i përgjithshëm i operës kombëtare të Parisit Garnier dhe Bastille. Ai është dhe president i kompanisë kombëtare të baletit me koreograf të mirënjohurin Angelin Prelocaj. Inva Mula. Artistja jon e madhe, e cila karrierën e saj operistike e filloi në këtë teatr, ku ka realizuar shumë kryerole. Inva tashmë është afirmuar si këngëtarja e skenave botrore. Ajo luan kryerole në skenat më prestigjioze, Bastille, Garnier, Metropolitan, Scala e Milanos, me Riccardo Mutin e të tjerë dirigjentë të njohur. Inva është dhe kryetarja e jurisë sonë. Suat Arikan. Drejtor i përgjithshëm i operas shtetërore të Stambollit. Ai është një nga bazë baritonët më të suksesshëm në Turqi, fitues i çmimeve të para në festivale kombëtare dhe ndërkombëtare. Karriera e tij shtrihet në qytetet kryesore të Europës, ka në repertorin e tij mbi 20 role të bazë baritonit. Bruno D'Albon. President i Festivalit Europian për këngëtar të rinj lirik që zhvillohet në bashkëpunim me Scalën e Milanos. Gjithashtu president i shoqatës lirike dhe koncertore italiane me qendër në Milano, dirigjent i njohur me një karrierë 15 vjeçare. Marta Cogni. Personalitet i shquar i teatrit amerikan, presidente e përjetshme e Institutit Ndërkombëtar të Teatrit dhe themeluese e dekës së këtij instituti në Amerikë. Ajo është bashkëpunëtore e themeluesit të Qendrës së Madhe të Arteve Kennedy. Ajo është mbajtëse e disa çmimeve si çmimi Picasso të UNESCO-s, çmimi kalorësi i artit dhe letrave të qeverisë franceze, Tony Award e të tjerë. Aris Christofelis. Aktualisht një nga pedagogët më të suksesshëm dhe këshilltar muzikor në operën shtetërore të Athinës. Christofelis është një nga muzikologët më të njohur në Greqi. Ai ka qenë dhe një nga tenorët më të suksesshëm. Barbo Marklund. Pedagoge e Akademisë Norvegjeze të Operas, e Kolegjit Kombëtar të Muzikës dhe drejtore artistike e Festivalit Norvegjez Operistik të Verës. Barbo është dhe këngëtare, mezzosoprano dhe ka një karrierë koncertale tepër të suksesshme. Dhe tani të nderuar spektatorë, të bëjmë një pauzë të shkurtër nga konkurenca jon operistike. Koreografi ynë Agron Aliaj do të na sjellë disa fragmente nga baleti Katedralja e Parisit me muzikë të Koçantes. Interpretojnë Enada Hoxha, Gerd Vaso, Dion Gjinika dhe Eno Birko.